Në Kosovën shtet të pavarur e demokratik dhe me kushtetut, deputeti i Guvernit Kosovës mund të votoj për buxhetin e shtetit. Por në Kosovën e Albin Kurtit, që s'është as krejt demokratike, as më tepër kushtetuese, deputeti edhe projekton vit buxhetor. Sot po miratojmë projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin fiskal 2026. Veç ndaluni edhe paramendojni. Deputeti Albin Kurti dhe deputetët tjerë si ministra e votojnë dhe miratojnë buxhetin mbledhjet qeverisë, pasi ta përgatisin vetë si ministra, më pas buxhetin e vetë e çojnë kuvend, shkojnë vetë në kuvend dhe e votojnë prapë tash si deputet. Deputeti Albin Kurti voton buxhetin e propozuar nga kryeministri Albin Kurti. Deputeti Ekuran Murati e lavdon buxhetin e projektuar nga ministri Ekuran Murati. Normalisht, ministri që harton buxhetin dhe deputeti që e merr për shqyrtim atë buxhet që më pas ta votoj ose jo, janë jo veç dy persona të ndryshëm, po dy palë duhet qenë. Ama jo në Kosovën e vitit 2025. Mos harroni, vetëm para 5 dite, Albin Kurti provoi të bëhet kryeministër, duke kërkuar nga deputetët që të votohet ai e kabineti i tij. Ftoj secilin deputet kuvendit që sot kur qeveria të hidhet në votim, të votoj jo thjesht për interes partijak, por për interesin publik e shtetëror që t'i japim vendit qeverinë e re. Siç e dini, nuk u votua. Pra nuk është sot kryeministër, është deputet dhe nga kjo pozitë bën buxhet. Po gjithçka është e qartë. Sot Kosova shtet e demokratik gjendet vetëm nëpër dokumente, sepse e vërteta e Kosovës është mungesa e shtetit dhe kësaj demokracie. Dhe talli Albin Kurtit dhe Ekuran Muratit në konferencë për media që saktësisht si struktura paralele i bëjnë karshillak shtetit, rendit, ligjit. Paramendojeni edhe një herë. Një njeri që dje nuk mori besimin për të udhëhequr qeverinë, sot sillet si të ishte ende në krye të saj, pa asnjë shqetësim, përkundërse pa asnjë të drejtë. E sa serioz është ky buxhet? Ja dëgjojeni Ekuran Muratin, ministro-deputetin vegël, i cili veç pak kohë më parë tregonte që propozimi që vetë sot e bën është shaka e madhe me popullin. Ose edhe kërkesat shpeshherë, domethënë siç e keni pa me pagën minimale ku kërkohet pagë 500 euro paga minimale, që është jo realiste. Qytetarët duhet ta dinë që kjo nuk do të bëhet paga minimale. Pra edhe këta që votuan për e dinë që kjo s'do të bëhet, sepse kemi të bëjmë me një nivel që është mbi nivelin mesatarës, pra s'ka ndodhur askund botë. Kërkun botë s'ka ndodhur një gjë të tillë. Pra vetëm qytetarët duhet ta dinë që propozime të tilla janë tallëse me qytetarët, krijojnë shpresa të rreme. Propozimi ynë është pra që paga minimale për vitin e ardhshëm të bëhet 500 euro, apo konkretisht 3 euro për orë pune. Në gjithë këtë kapje të shtetit, si asnjëherë tjetër, ka të tillë që thonë po na i rrit pensionet, po na i rrit paga, çka ka lidhje është bashkëligjore. E para s'është ka u rrit, se nuk është ideja fare atë. Ideja është që me jap këtë propozim, jo ligjor normalisht, i cili nuk ka lënë kuvend, se s'ka si. E më pas t'i akuzoj gjithë të tjerët, apo e sheni, këta nuk duan t'ja urrisin pagat juve. Dhe e dyta, e marrin si shpja. Po nëse nuk pas ka lidhje, a është diçka ligjore apo jo, atër thjesht po ja mësojmë marketeve, qendra tregtare, po grabisim pa kontroll dhe për arsye tem po themi, mund të mos jetë bashkëligjore, ama na po ja çojmë popullit.